Skema kombëtare për mbështetjen në bujqësi për vitin 2026 pritet të hapet muajin e ardhshëm. Drejtuesit e AREP thonë se fermerët do të njoftohen për mënyrën e aplikimit dhe për kriteret. Akoma s'ka dalë udhëzimi i ri i qeverisë për subvencionet që do të banë këtij vitit, masat, kriteret, por presim që deri me fillimin e marsit thonë që do të vinë udhëzimi i ri. Edhe fermerët do të informohen. Mësohet se nga masa që do ketë subvencione ka ndryshuar kriteret tek bimët aromatike dhe tek baxhet e qumështit. Kriteret, pothuajse janë ato kritere, një kriter themelor që ka ndryshuar 100%, është subvencioni i bimëve medicinale dhe i qumshit nëpërmjet faturave tatimore në pikat e grumbullimit. Fermerët nuk do të marrin më mbështetje për sipërfaqen, por do të marrin mbështetje për prodhimin. Kriteret kanë ndryshuar dhe tek subvencionet në blegtori, thot specialisti i AREP Sherif Brahaj. Në blegtori synohet të ulet numri i krerëve, pragu minimal i kapjes së subvencionit. Ishte 100 krerë për shembull për timta, do të binë numri i krerëve 950 krerë. Kjo jep mundësi shumë fermerëve që s'kan pas mundësi të kenë numër krerësh për të kapur pragun minimal, ose rritet gama e fermerëve që përfitojnë nga këtë skema. Ashtu si edhe vitin e shkuar, aplikimi për të përfituar nga skema mbështetëse do të kryhet online në portalin i Albania dhe do t'i nështrohet kontrollit administrativ për verifikim.